mos i dëgjoni që thonë këta. Vetëm shikoni që do arrestojnë që të gjithë. Pra, Edi Rama nuk e kërcënon dot, s'ka që i bërnë më. Ka marrë rrugën. Ka marrë rrugën për të arrestuar. Sepse që të dy i kanë bërë dallaverit. Që të dy i kanë marrë parat me Metrokup, edhe ajo Balluku, kur i shiti Keminin me Metrokup, filloi të mirte me thes. Por e pa që hyri shumë pell, duke vjedhur, duke mashtruar, shqiptar, filloi edhe ajo me Metrokup si ky. Dhe Edi Rama sot thot, mbyllë gojën, që unë ta bëj si Beqir Balluku. Balluku nuk është Erioni. Sepse Erioni ishte kryetari i bashkisë. Kurse Balluku është zëvendës kryeministri. Ishte zëvendës kryeministri. I ka thënë të marrë me vete, ajo e mori me vete, të dashur shqiptar, sepse si që thashë, pa ditur Rama nuk bëhet asgjë në kryeministri. Në zëvendës kryeministria punojnë 390 persona. Janë dënë atë. Rroga e atyre është $720. Para se të arrestohesh këtë javë, shko vetë në burg, do t'jesh me sigurt. Burgu i Pogradecit ka një erë të mirë, erën e liqenit. E ke për të bukur atë burgun, pra më mirë shko atje, jam i bindur se atje do t'jesh me sigurt.